Arizona njeh zyrtarisht më shkurtin si ditë e pavarësisë Kosovës. Ambasada e Kosovës në Washington ka njoftuar se shteti i Arizonës ka njoftuar zyrtarisht më shkurtin si ditë e pavarësisë Kosovës. Faleminderit guvernatorës Katie Hobbs për njohjen zyrtare të më shkurtit si ditën e pavarësisë Kosovës në Arizona, thuhet në reagimin e ambasadës. Në njoftimin lëshuar nga zyra e guvernatores, theksohet se shteti i Arizonës është i nderuar qëndroi pranë shqiptaro-amerikanëve në mbar shtetin për të përkujtuar më shkurtin 2008 si ditën e pavarësisë Kosovës. Dokumenti kujton se me 17 shkurt Republika e Kosovës shpalli zyrtarisht pavarësinë në Prishtinë. Po ashtu vlerësohet kontributi i komunitetit shqiptaro-amerikan në Arizona, ku thuhet se shqiptaro-amerikanët vazhdojnë të formsojnë strukturën e larmishme shoqërore ekonomike të Arizonës. Në përfundim, guvernatorja Hobbs shpalli zyrtarisht më shkurtin si dita e pavarësisë Kosovës në Arizona.